ishme për organe legislatuese që të ndodhi dhe të ndodhi këto lloj shifrash. Prandaj themi që ato që publikonin stati do të kishin realisht vlerë nëse do të përpunoheshin jo nga prokuroria e përgjithshme si një raport i thatë dhe i mërzitshëm për njerëzit dhe një punë konkrete, por në qoftë se realisht do të konvertoheshin në një politikë penale të mirëfillt nga drejtoria e kodifikimit. Më bë dhe një detaj tjetër për shtypje avokat që ne kemi pra vi me një cens i cili sjell më pak numër qytetarësh, ndërkohë nga ana tjetër kemi një rritje të numrit të atyre të krimeve dhe të personave të cilët janë përfshirë në krim. Pra kemi një përqindje të lartë, duhet thënë, të raportit njerëz të drejtë dhe njerëz të padrejtë. Do thotë që krimi është rritur në mënyrë eksponenciale, pra kemi një pakësim të popullsisë dhe popullsisë aktive, por kemi një rritje, dhe është pyetje shumë me vend dhe pyetje shumë e drejtë, unë falenderoj, por kemi një rritje të numrit të delikuencës, pra le ta themi, pra të personave të cilët janë të përfshirë në një formë apo në një tjetër në kriminalitet. Dhe të gjitha këto shkaqe fatkeqësisht nuk analizohen në bërjen e politikës penale në Republikën e Shqipërisë. Kjo tregon në këndvështrimin tuaj që ka rënë fuqia e institucioneve ligjzbatuese, e sigurisë dhe e vendosjes së një individi me përgjegjësi përpara ligjit? Jo, domosdoshmë. Sepse pse mendojnë që ka një rritje? Politika penale nuk bëhet nga organe ligjzbatuese. Politika penale ndiqet nëpërmjet parlamentit dhe nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë. Pra ti thua ka një parlament më të dobët dhe një ministri drejtësie më të dobët që... Në raport me kriminalitetin si fenomen social. Sepse marr rastin këtu, nëse ne të dy do të shohim që ka një funksionim më të mirë të ligjit, sigurisht do të trëmbemi nga... Patjetër që po. Pra, organet ligjzbatuese janë hallka e fundit, prandaj quhen dhe ligjzbatuese. Së pari duhet të ketë një ligj dhe duhet të ketë një ligj i përshtatur për realitetin shqiptar. Pra në qoftë se ai merren nga Franca apo nga Italia, jo domosdoshmërisht është më i miri për realitetin shqiptar, sepse ato ligje janë krijuar për realitetin italian apo të Francës, por nuk janë krijuar për realitetin shqiptar. Në këto kushte, për shembull, disa vepra penale, të cilat kanë një marrë shumë të madh dënimi, lënë vend për korrupsion në sistemin e drejtësisë. Për shembull, le ta marrim shkelja e rregullave qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen dënohen nga 5 deri 20 vite burg. Pra 5 minimumi dhe 20 vite është maksimumi. Sigurisht që kjo lloj diskrepance midis minimumi dhe maksimumi që është prej 15 vitesh, sigurisht që do të sjellë një vend të dëshirueshëm dhe të papranueshëm në korrupsion në sistemin e drejtësisë. Apo vepra të tjera penale. Pra këto hapësira thoni ju që do... Patjetër që po, këto hapësira duhet të mbyllen nga parlamenti, nga kuvendi, dhe duhet të vendosen në sa më afër që të jetë minimumi dhe maksimumi. Po sot, avokat, një gjë që më bën përshtypje është që nuk po kryen as dënimet. Ligjërisht, jo, ku e kam, ta sqaroj, pse, kur them, jo kryerje dënimesh, kuptojeni pak pyetjen time, ose ku dua të dalë, ndoshta si kontekst. Ne po shohim njerëz të cilët kryen para burgimin dhe këto numërohen në 1 ditë e gjys, kur vjen puna tek ata të cilët dënohen. Më pas dënohen me 3 vite, bën 1 vit burgim, mbas 1 viti burgim del edhe për një sjellje të mirë ose nuk e di se si, për një arsye shëndetësore, siç e kemi vënë re për herë, dhe të rroft që ke bërë korrupsion dhe ti e treguari drejt dhe tjetri ka bërë korrupsion, ndërkohë shlyhet me shumë pak vite dënimi. Ndërkohë, nuk ka asnjë balancë, nuk po punon ajo peshorja mes të drejtës dhe të